Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse zgjoheni të djersitur në mëngjes, ja çfarë paralajmëron kjo për shëndetje. Të zgjohesh her pas here i djersitur nuk është domosdoshmërisht shkak për shqetësim, veçanërisht nëse ndodh gjatë temperaturave të larta ose gjumit të keq. Megjithatë, nëse kjo ndodh vazhdimisht mund të jetë një problem dhe duhet të konsultoheni me mjekun përkatës. Shëndeti publik britanik, Shërbimi Shëndetësor Kombëtar deklaron se këto raste duhet patjetër të kërkoni ndihmën e mjekut pasi mund të paralajmërojnë gjithçka për shëndetin tuaj. Të rriturit dhe fëmijët mund të vuajnë nga kjo dhe shkaku menjëherë mund të jetë i panjohur. Megjithatë, mjekja e përgjithshme Susan Villi citon se kjo ndodh shpesh gjatë menopauzës për shkak të mënyrës se si hormonet ndikojnë në temperaturën e trupit. Ajo gjithashtu rëndit shkaqet e tjera si ankthi, apnet obstruktive të gjumit, hiperhidroza, infeksionet, probleme me tiroiden, diabetin dhe në raste më të rralla edhe limfoma. Ato mund të jenë të gjitha efektet anësore edhe të disa ilaçeve, duke përfshirë këtu edhe antidepresive, citon Susan. Zgjimi i djersitur mund të ndodhë edhe për shkak të faktorëve të thjeshtë si ngrënia e ushqimeve pikante, konsumi i kafes ose alkoolit, ose edhe ushtrimeve fizike në orët e vona. Edhe nëse flini gjithsej 7 deri në 9 orë gjumë pa ndërprerje, siç e rekomandojnë ekspertët, gjumi i ndërprerë mund të ndikojë në funksionet e trurit, shëndetin fizik dhe mirëqenien emocionale. Prandaj nuk duhet të neglizhoni këtë shqetësim. Djersitja mund të ndodhë për arsye të ndryshme dhe duhet të kërkoni menjëherë ndihmën mjekësore. Të zgjoheni natën sepse jeni të nxehtë dhe të djersitur është një nga ndjenjat më të pakëndshme. Djersa e nxehtë intensive mund të ndërpresë një gjumë të mirë natën dhe t'ju lërë të plogësh të nesërmen. Kështu që, të mësoni se çfarë mund të shkaktojë djersitja juaj gjatë natës dhe cila është ndikimi i saj në organizëm. Në këtë video do të paraqesim disa nga shkaqet më të zakonshme të djersitjes së natës. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se djersitja gjatë natës mund të shkaktohet nga nxehtësia që mund të ketë dhoma juaj, nga shumë batanije ose edhe nga dysheku që e mban trupin tuaj të ngrohtë. Por, nëse djersitja nuk shkaktohet nga të gjitha këto, ja shkaqet sipas Healthyside, të cilat mund të shkaktojnë djersitje gjatë natës dhe duhet të kërkoni ndihmën mjekësore. Një nga arsyet është menopauza. Djersitja e natës mund të jetë rezultati i maktheve. Medikalnet shpjegon se gratë që janë në fazën e menopauzës shpesh përjetojnë ndezje të nxehta të cilat mund të ndodhin në mes të natës, duke rezultuar në zgjimin e djersitur. Barnat që po merrni mund të shkaktojnë djersitje të trupit. WebMed shpjegon se disa antidepresiv, medikamentet psikiatrike, madje dhe aspirina mund të shkaktojë djersitje gjatë natës. Bisedoni me mjekun tuaj për çdo medikament që po merrni për të parë nëse ato po shkaktojnë edhe djersitje të tepërta gjatë natës. Problemet e radikaleve të lira në organizëm mund të shkaktojnë djersitje. Djersitja e natës mund të jetë simptome e hershme e problemeve si limfomat. WebMed shpjegon se simptomat të tjera që zakonisht shoqërojnë atë mund të shkaktojnë djersitje gjatë natës, janë humbje e pashpjegueshme peshës dhe ethet. Kontaminimi gjithashtu mund të jetë edhe një arsye pse po djersiteni. Medikalnet raporton se një infeksion i tillë si abscesi e të tjera të ngjashme me të mund të shkaktojnë djersitje gjatë natës. Infeksionet të tjera serioze mund të shkaktojnë gjithashtu djersitje gjatë gjumit dhe duhet të kërkoni ndihmën e mjekut. Ankthi i tepërt sigurisht që do të nxjisë djersitje në gjumë. Stresi dhe ankthi mund të bëjnë në trupin tuaj të djersitet brenda natës. Klinika Mayo raporton se simptomat të tjera të ankthit përfshijnë nervozizmin, tensionin dhe probleme të tjera me gjumin. Çrregullimet e gjumit mund të jenë një arsye e djersitjeve të tepërta. Apnet katastrofike të gjumit ose shqetësimet të tjera të gjumit mund të shkaktojnë djersitje gjatë natës. Simptomat të tjera që mund të shoqërojnë çrregullimet katastrofike të gjumit përfshijnë zgjimin, gulqimin ose mbytje, përgjumje gjatë ditës dhe presion të lartë të gjakut ndër të tjera. Hipoglicemia mund të jetë një tjetër arsye. Sheqeri i ulët në gjak mund të shkaktojë djersitje në trupit.
Njerëzit me diabet mund të përjetojnë në djersitje gjatë natës për shkak të hipoglykemisë gjatë natës dhe duhet të kërkoni me njëherë ndihmën mjekësore për çdo shqetësim të mundshëm, pasi mund të ndikojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Nëse trupi juaj është duke luftuar me një infekcion, sigurisht që edhe ju do të djersiteni gjatë natës. Në qoftë se trupi juaj është duke luftuar kundër një sëmundje ose infekcioni, kjo gjendje mund të shkaktojë djersitje nate. Kjo gjë mund të vazhdojë për ditë ose edhe javë, edhe pse simptomat të tjera mund të jenë zhdukur. Gjithashtu, përdorimi i disa medikamenteve të caktuara mund të shkaktojë djersitje. Edhe sëmundjet kardiovaskulare mund të jenë një nxitës i djersitjes në gjumë. Pas të 50-ave, njerëzit janë më tepër të rrezikuar të preken nga sëmundjet kardiovaskulare. Edhe nëse nuk vuani ose nuk kurroheni për këtë sëmundje, nëse për shumë net me radhë jeni zgjuar të djersitur, duhet të bëni një kontroll te kardiologu. Djersitja natën është një shenjë e sëmundjeve të zemrës, e cila nuk duhet të neglizhohet pasi mund t'ju kushtojë edhe jetën. Sistemi juaj imunitar është duke mos funksionuar. Çrregullimet autoimune janë në gjendje kur sistemi imunitar gabimisht identifikon diçka normale si një rrezik për shëndetin. Këto sëmundje mund të shkaktojnë djersitje të tepërta gjatë natës. Prandaj, mos i neglizhoni problemet të cilat shfaqen vazhdimisht, pasi mund t'ju kushtojnë edhe jetën tuaj. Djersitja mund të ndodhë për shumë arsye, dhe një nga më të zakonshmet lidhet me temperaturat e larta. Megjithatë, djersitja mund të ndodhë edhe për shkak të problemeve të ndryshme të shëndetit. Ju njohim me disa arsye pse djersiteni më shumë se zakonisht dhe çfarë duhet të bëni për të shpëtuar nga ky problem. Jeni të shqetësuar. Ndjenja e ankthit ose stresit bën që trupi juaj të reagojë duke bërë që gjendra e djersës të punojë më shpejt. Një mënyrë për të qetësuar reagimet është duke praktikuar frymëmarrje të thella. Kjo praktikë mund të sinjalizojë një reagim pothuajse të menjëhershëm relaksimi dhe të ndihmojë në largimin e mendimeve, stabilitetin e rrahjeve të zemrës dhe ndalimin e djersitjes. Jeni duke kaluar në menopauzë. Ndryshimet hormonale që vijnë në këtë ndryshim të madh të jetës mund të shkaktojnë një mori efektesh të padëshiruara, ndërto edhe djersitja. Ndryshimet e stilit të jetës, veshje me shtresa që lejojnë qarkullimin e ajrit, ulja e temperaturës së dhomës së gjumit gjatë natës, madje edhe mbajtja e një ventilatori mund t'ju vinë në ndihmë për të lehtësuar djersitjen. Keni ngrënë gjithashtu edhe ushqime pikante. Kapsaicina, një përbërës që gjendet e speca djegës, mund të rrisë përkohësisht temperaturën e trupit duke ju bërë të djersisni. Mënyra e vetme për të mos djersitur në këtë rast është të mos konsumoni ushqime pikante. Keni një tiroide tepër aktive. Ndjenja e pashpjegueshme e ngrohtësisë ose djersitjes me një rrahje zemre të shpejtë ose të parregullt, nervozizëm, probleme me gjumin, dridhje të duarve, ndryshime të humorit dhe lëvizje të shpeshta të zorëve tregojnë se mund të keni hipertiroidizëm. Kjo ndodh kur gjëndra tiroide prodhon më shumë hormone tiroide se nevojiten për trupin. Në këtë rast këshillohet të kryeni një vizitë tek mjeku juaj. Keni hiperhidrozë. Djersitja e tepërt nuk lidhet me vapën, stërvitjen ose ndonjë shkak tjetër që është shpesh shenjë e hiperhidrozës. Sipas ekspertëve, njerëzit me hiperhidrozë priren të djersiten më shumë nga pikëllimi, gjithashtu edhe në pjesën e këmbëve, të sqetullave dhe në pjesën e kokës. Ndonjëherë djersitja e madhe mund të shkaktojë infeksione të shpeshta të lëkurës. Aplikimi i një antidepresanti para gjumit dhe shmangja e shkaktarëve mund të ndihmojë në mbajtjen nën kontroll të djersës. Nëse keni filluar një mjekim të ri, kundër indikacionit tim mund të jetë edhe djersitja. Disa medikamente të përdorura për trajtimin e depresionit, sëmundjen e Parkinsonit dhe dhimbjet kronike mund të shkaktojnë djersitje të tepërta. Në disa raste, trupi juaj mund t'i duhet pak kohë që të përshtatet ose mund të këshilloheni me mjekun tuaj për të ndryshuar edhe medikamentin. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.